Përshëndetje të gjithave, mirë se vini dhe një herë tjetër në kanalin tim. Në këtë video tutorial do ju shpjegoj se si kam realizuar po kalon dhe avioni. Iku. Do ju tregoj se si kam realizuar këtë make-up duke përdorur nuancat e ngjyrës blu. Është i thjeshtë, bëhet fjalë vetëm për një lloj sfumaturash, atë më tepër. Shpresoj se do ju pëlqej dhe faleminderit që më ndiqni. Ju lë me tutorialin. Ciao! Në fillim për të bërë bazën, aplikojmë produktet kremoze. Prandaj në cepin e brendshëm të syrit, të filloj duke vendosur një laps të bardhë dhe pastaj e sfumoj me gishta. Në qendër aplikoj një laps të kaltërt dhe sfumoj me një furçë sintetike. Në pjesën e fundit të syrit shtrim një ngjyrë blu të errët dhe e sfumojmë duke tërhequr produktin drejt të kaltërtës për ta mishelluar së bashku. Bazën kremoze e tamponojmë me plukura të ngjyrave që kemi përdorur në fillim, prandaj një të kaltërt dhe një të blu të errët. Në shqepallën e poshtme përdorim të njëjtën procedurë, në fillim kremrat dhe pastaj tamponojmë me plukura. Krijuar një hije më të theksuar në cepin e jashtëm, ku paloset syri, aplikoj një ton të zi dhe e sfumoj me një furçë për sfumatura, sipër ku paloset syri dhe duke shkuar drejt vetullës, aplikoj një ton në ngjyrë kafë të hapur. Pastaj ndriçojmë pjesën poshtë vetullës me një ngjyrë të bardhë. Me një ngjyrë kafe vizatoj vetullat. Bëj një linje me një eyeliner liquido, shumë delikate, ngjitur me çopikët dhe pastaj aplikojmë rimelin. Nëse e keni dëshirë, mund të aplikoni dhe çopik falso për një efekt më strong, më të bukur.
përfunduar vendosim pak blush dhe pak bronzer. Në buzët vendosi vetëm një hidratues ngjyrë korall.